Të dashur përfaqësues të medjeve, të dashur qytetar, së pari dua të filloj me një falënderim të pafund për punonjësit dhe menaxhmentin e termocentraleve tona për një punë me vetë mohim për gjatë gjithë fundjavës që ka mundësuar rikthimin e bloqeve B1 dhe A5 dje dhe sot herët në mëngjes. Me këtë rast dua të adresoj edhe disa dezinformata që kanë qarkulluar gjatë ditëve të fundit, që nuk ka pasur asnjë moment kur Keku ka prodhuar 0 megavator, ose që Kosova në ndonjë moment ka qenë në kolaps energjetik, siç është raportuar nga disa. Të dashur qytetar, ne kemi sfida të sektorit energjetik, sepse siguria jonë e furnizimit varet nga termocentralet 62 e 42 vjeçare, sepse nuk janë bërë kur rehabilitime të tyre. Një arsye pse që nga prilli nuk kemi në funksion të gjitha bloqet, është sepse për herë të parë në termocentralin Kosova B po i modernizojmë turbinat dhe rrjedhimisht bloku B2 është jashtë funksionit për të kryer këto operime për gati 6 muaj. Kjo është një sakrificë përkohshme, por e domosdoshme dhe duhet ta bëjmë tash, sepse nuk e kam bërë me kohë kur çmimet e importit kanë qenë 3 fish më të lira. Po thuhet, ndër të tjera, që këto janë remonte të rregullta që po bëhen në termocentralin Kosova B e që janë bërë gjithmonë. Kjo nuk është e saktë. Këto po bëhen për herë të parë. Janë bërë intervenime të vogla, qindra tender, që kanë kushtuar në total mbi 1 miliard euro që kanë shkuar në termocentralet tona, mirë po kur nuk janë bërë rehabilitime dhe modernizime të tilla siç i kemi filluar tani. Për herë të parë në termocentralin Kosova B po bëjmë modernizimin e turbinave, plus vendosjen e filterëve dhe një sër investime shpërcjellëse në kulla ftose e të tjera, të cilat do të arrisin kapacitetin për 80 megawatt dhe do të ulin dukshëm ndotjen kur të përfundojnë. Kjo është modernizimi i turbinave, pra është një ndër ato kontratat një burimore që përmendet tashmë që disa vite, që është bërë me kompaninë amerikane General Electric, sepse ata kanë ekspertizën dhe e teknologjisë origjinale të Kosovës B, kur është ndërtuar fillimisht. Në strategjinë e energjisë të miratuar para 3 vitesh, është vendosur për rehabilitimin e së paku një njësie të termocentralit Kosova A, kjo duke u bazuar në faktin se kombinimi i rehabilitimit të Kosovës A me burime 3x3 të energjisë kanë qenë dukshëm më i liri opsion në krahasim me opsionet të tjera që kanë pasur gazin që kanë qenë duke u konsideruar. Bazuar në këtë, Keku ka filluar përgatitjen e dokumentacionit të tenderit për rehabilitim të thellë të njësisë A3 dhe për këtë si qeveri kemi kërkuar mbështetjen e teknike nga USAID dhe kemi qenë shumë me fat që ata kanë ofruar asistencë teknike për përgatitjen e dokumentacionit të tenderit. Unë personalisht nuk e kam parë dosjen e tenderit, por nga KEK më njoftojnë se dokumentacioni tenderi i shpallur nga KEK është i hapur, konkurrues dhe jo diskriminues në përputhje të plotë me ligjin për prokurim publik dhe standardet ndërkombëtare. Dhe se pjesë e këtij procesi janë edhe kriteret e qarta të performancës e transparenca për pjesëmarrje, por për këtë do të deklarohet vetë Keku si bartës i kësaj procedure konkurruese. Për më tepër dëgjova që sot në konferencë për medje pas ka pasur deklarata se KEK pret që në tender të ketë 6 ofertues. Këtë gjë unë e dëgjova për herë të parë dhe nuk e di nëse kjo është e saktë. Në pyetjen time ndaj Kekut, përgjigjja e tyre ishte kjo. Procesi i prokurimit për rehabilitimin dhe modernizimin e njësisë A3 është i menaxhuar përmes platformës zyrtare të e-prokurimit, e cila nuk lejon çastjen e informacion mbi numrin e ofertuesve deri në momentin e hapjes zyrtare të ofertave. Prandaj çdo deklaratë publike se janë 6 operatorë ekonomik që kanë ofertuar, në këtë fazë jo vetëm që është teknikisht e pamundur për të verifikuar, por përbën shkelje të parimeve të konfidencialitetit, konkurrencës së ndershme dhe integritetit të procesit të prokurimit publik. Ministria e Ekonomisë kërkon llogari nga deklaruesja për burimin e kësaj informate dhe fton organet përkatëse që të verifikojnë nëse ka pasur ndonjë rrjedhje të dhënave apo çastje të paautorizuar në sistemin elektronik të prokurimit. Kohëve të fundit kanë qarkulluar edhe një sër dezinformatash në lidhje me importin e energjisë elektrike në Kosovë.
E para, është thënë që importi gjatë 4 viteve të fundit është rritur në mbi 3.000 gigawatt orë. Këto shifra janë thjesht të pasakta, siç ka njoftuar edhe Kost sot në një publikim për medje. Nëse mund t'i shohim, figura e parë është figura e cila është paraqitur, sipas të cilës ka një rritje mbi 3.000 megawatt orë import gjatë muajve të fundit, gjatë viteve të fundit, 4 viteve të fundit, ndërsa figura e dytë që po e shehni është informata zyrtare dhe e saktë e publikuar sot nga Kost. Dhe siç po e shehni, figura e saktë tregon që importi në Kosovë ka qenë prej dikun rreth 1.000 deri në rreth 1.500 gigavator e jo mbi 3.000 siç është thënë. Unë nuk e di se nga po i marrin këto informata, mirë po nëse po i referohen ASK-s, është mirë të tregojnë informatën e plotë për mënyrën e përllogaritjes dhe mënyrën dhe për kufizimin e indikatorit. Sepse për shembull nëse i shihni statistikat e energjisë të ASK-s për muajin mars 2025, aty thuhet qartë që në këto të dhëna janë përfshirë edhe sasitë e transmetimit ndërkombëtar. Pra energjia tranzit që kalon nëpër Kosovë. Kjo është sikur të themi që të gjitha mallrat që eksportohen nga Maqedonia e Veriut në Malë të Zi dhe kalojnë nëpër Kosovë, ti llogarisim si import të Kosovës, gjë që nuk ka asnjë kuptim. E dyta, është thënë gjatë ditëve të fundit se Kosova po importon energji nga Serbia, duke ju referuar gabimisht rrjedhave fizike të energjisë në linjat e transmetimit mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, kushdo që din veç pak për sektorin e energjisë, e ka parasysh që tregtimi në linjat mes Kosovës dhe Serbisë është i bllokuar që nga pavarësimi energjetik i Kosovës në vitin 2020. Me këtë rast dua edhe ta përkujtoj një gjë që e kam treguar disa herë për gjatë këtyre viteve, e që kushdo që ka lidhje me energji ose dëshiron të di, e di, që qeveria nuk blen energji. Adresën për pyetjet se si blehet energjia, në çfarë çmimi, në çfarë rrugë, nga cilët operator, e keni tek furnizuesit, Kesko si furnizuesi kryesor, një kompani e privatizuar qysh në vitin 2013, e cila nuk ka asnjë lidhje me qeverinë e Republikës së Kosovës tashmë. E treta, po flitet për kostot e kapaciteteve ndërkufitare që kanë arritur çmime të jashtëzakonisht larta në disa orë gjatë disa ditëve të vitit të kaluar, duke aluduar në akuza për kostin dhe ZRE-n në këtë çështje. Është me rëndësi të gjithë ta kenë të qartë që importi i energjisë elektrike nuk realizohet nga Kost, por nga licencuar Është me rëndësi që të gjithë ta kenë të qartë që importi i energjisë elektrike nuk realizohet nga Kost, por nga furnizuesit e licencuar, si që ka deklaruar edhe Kost sot. Kost, si dhe operatorët e tjerë të sistemit në rajon, e kanë për obligim që sipas direktivave evropiane, shfrytëzimin e kapaciteteve ndërkufitare ta ofrojnë përmes tregut. Kjo bëhet përmes zyrave rajonale, në Bashkimin Evropian përmes zyrës GJAO, ndërsa në Evropën Juglindore përmes zyrës Evropës Juglindore KAO, SEE-KAO. Që nga nëntori 2020, kur është funksionalizuar kontrolli në kufi apo pavarësimi energjetik i Kosovës, siç i referohemi rëndom, edhe Kosova i alokon kapacitete ndërkufitare përmes zyrës SEE-KAO. Pra, këtë e bën Kosti si operatori transmisionit. Aty tregtohen kapacitete ndërkufitare mes Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Bosnës së Hercegovinës, Greqisë dhe Turqisë. Pra, Kosti alokon kapacitetet përmes SEE-KAO, ndërsa ZRE ka përgjegjësinë për të monitoruar ex ante, paraprakisht dhe ex post, pas faktit, zbatimin e regulativës dhe hetimet eventuale, njëjtë siç ka hetuar operatorët për sjellje gjatë krizës energjetike dhe Kesko për shembull për furnizim dhe devijime i ka dënuar me rreth 12 milion euro para disa vitesh, për atë kohën e krizës së vitit 2021-2022 është fjala. ZRE-ja ka deklaruar publikisht se janë duke hetuar këtë çështje që nga dhjetori i vitit të kaluar. Ne presim që ZRE-ja ta trajtojë me prioritet dhe me seriozitet çdo dyshim për manipulim nga kompanitë private që e kanë bërë tregtimin. Ju e dini se Bordi i ZRE-s, si institucion i pavarur, emërohet nga Kuvendi dhe i përgjigjet Kuvendit. Njëjtë dhe Bordi i Kostit. Unë cilësinë e ministrës, kaq mund të them për këtë punë,
por si përfaqësuesi politike mund të them se grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje do t'i trajtoj përgjegjësitë dhe do të sigurohet që në rast se adresimi i kësaj çështje nga zërre ose nga kost nuk ka qenë i duhuri, personat përgjegjës do të japin llogari. Me që jam tek demantimi i dezinformatave, më lejoni të jap edhe një sqarim të shkurtër lidhur me ankondin solar të shpallur para 2 vitesh nga Ministria e Ekonomisë. Për kontekst, për ata që nuk e din, duke qenë se ankondi është një proces i ri që është bërë në Kosovë për herë të parë, tek procesi i ankondit, shteti nuk paguan për ndërtimin e parkut solar. Atë e ndërton investitori dhe për këtë investitori ka garantuar 7.5 milion euro me një garancion të dorëzuar tek Ministria e Ekonomisë që mund të ndërhiqet pa kushte në rast se konzorciumi, operatori fitues dështon në ndërtim. Shteti nga ana tjetër, përmes kostit, ka garantuar se do ta blejë energjinë e prodhuar për 15 vite, pra ka një kontratë për blerje të energjisë. Gjatë ankondit, kost kishte vështirësi financiare për shkak të mospagesës së energjisë elektrike në veri të vendit, prandaj disa investitorë potencial kishin kërkuar një garancion bankar ose garancion të formës tjetër, për të siguruar që kost do të ishte në gjendje të paguante energjinë që e merr për konsumatorët tonë kur parku solar të hyjë në funksion. Asnjë institucion nuk ka lëshuar një garancion të tillë. Ai parashihet të lëshohet nga kost me rastin e fillimit të prodhimit të parkut të energjisë nga parku solar. Garancioni do të aktivizohej vetëm në rast se do të kishte vonesa të konsiderueshme në realizimin e pagesave nga ana e kost, me që rast investitori do të inkasonte borxhin, pra jo tër vlerën e garancionit, por sasinë që kosti do t'i mbetej borxh në rast se kjo ndodh. Nëse dhënia e garancionit do të kishte ndonjë kosto, se nuk dihet a do të ketë apo jo, dhe nëse kjo kosto do të reflektohej në tarifë, ndikimi do të ishte i papërfillshëm, jo më shumë se 0.0002%. Pra, një faturë mujore, çka do të thotë kjo? Do të thotë që nëse do të kishte ndonjë kosto në tarifa pas 2 vitesh, ndikimi do të ishte i tillë që nëse sot paguajeni faturë mujore 5.000 euro, kjo faturë do të bëhej, do të rritet për 1 cent, 5.000 euro e 1 cent. Të gjitha detajet e projektit, përfshirë dhe garancioneve, janë përcaktuar gjatë fazës së konkurimit, kur edhe janë njoftuar të gjithë investitorët potencial. Prandaj çdo insinuat për konkurrencë të padrejtë ose për favorizim, nuk ka se si të jetë e vërtetë. Si rezultati i transparencës dhe konkurrencës së fortë, energjia është siguruar me çmim shumë të favorshëm prej 48.88 euro për megavator. Për krahasim, ne sot paguajmë në mes 161, ne sot paguajmë 161 deri në 167 euro për megavator për kapacitetet solare që janë ndërtuar si rezultat i skemave të kaluara të feed-in tarifës para qeverisjes tonë. Ky ankond i realizuar me përkrahje të parezervë nga qeveria e SBA-ve përmes USAID-it, ka krijuar imazhin e Kosovës si një destinacion udhëheqës dhe tërheqës për investime në energji të ripërtreshme, andaj çdo dezinformat jo vetëm që cënon këtë imazh të projektit, mirë po edhe imazhin e Kosovës që kemi luftuar shumë ta përmirësojmë si destinacion i investimeve të huaja. Andaj lusim të gjitha palët që para se të deklarohen dhe para se të hedhin akuza e lajme të pabaza, deklarata të pabaza, të informohen sakt që është në të mirë të interesit publik dhe në të mirë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Në fund krejt, një term që po thuhet tash e disa muaj, mafia energjetike. Nuk kam fol më herët për këtë se është aq pa lidhje, e aq e pa bazë, sa që nuk më është dukur e denjë që ta them. Fatkeqësisht nuk po ndalen disa duke e thënë, prandaj veç dua ta them thjesht qartë. Mafia energjetike Ballkan edhe mund të ekzistojë, e ta ketë selin në Beograd, por asnjë institucion i Republikës së Kosovës nuk ka asnjë raport ose kontakt ose lidhje me ta, as shoqëror, as biznesor, as kurfare. Është absurde që të kem nevojë ta them këtë duke qenë se ata që akuzojnë e flasin nuk kanë jo një fakt, po asnjë fije fakti për atë që thonë.
Tashmë për mua është e qartë që në politikë, e jo vetëm në politikë, ka individ që janë të gatshëm që me çdo kusht, pa fije turpje profesionalizmi, të shpërndajnë dezinformata për qëllime që veç ata mund t'i dinë. Unë tashmë e kam të qartë që prej tyre nuk mund të pritet të jenë korrekt, prandaj po ju lës juve si përfaqësues të medjave dhe qytetarëve të Republikës Kosovës që të mos i merrni të mirëqena të gjitha deklaratat që i dëgjoni e që i lexoni, por të referoheni informatave zyrtare nga institucionet dhe kompanitë përgjegjëse në lidhje me zhvillimit në sektorin e energjisë dhe jo vetëm. Nëse keni ndonjë pyetje për këto apo çështje të tjera, Filloj edhe një herë, Hatime Smajli për Infopusit. Keku ka deklaruar se bloku A4 është në rimand prej muajit maj. A mund të më tregu çfarë punësh janë duke u bërë në këtë blok? Konkretisht edhe kush e ka fituar tenderin për shkak se prokurimi nuk ka një tender që tregon riparimin kapital të blokut A4. Zakonisht kur bloku ndalet për riparim, për një periudhë po flas më të gjatë, bëhet riparimi i turbinës, i gjeneratorit dhe pjesëve të kaldajës. Pyetja është, kur është kryer për herë të fundit riparimi i kapitalit i bllokut A4? Pra kur është kryer tenderi edhe çfarë punësh janë duke u bërë në këtë blok? Nëse mundesh më na dhani informata, sa litra naftë janë shpenzuar me datën 19/6/2025 për kthimin në punë të bllokut A3 dhe sa janë shpenzuar sot në kthimin në punë të bllokut A5? Ju falenderoj shumë për pyetje, po këto janë pyetje të nivelit shumë teknik dhe të detajuar për të cilat duhet i drejtoheni Kekut. Sigurisht që jo prej qeverisë për shpenzimin e naftës së Kekut. Sidoqë të jetë, ju falenderoj shumë për interesimin dhe ju inkurajoj ta diskutojmë. Unë nuk kam çfarë të shtoj për këtë, falenderit. Aleksandr Makë prej Nacionalis. Sa përqind aktualisht në momentin që po flasim të konsumit të rëndësishëm ditor të energjisë elektrike është duke i importu edhe sa po na kushton kjo? Nëse jeni dijeni për këto. Për informatat e sakta më duhet ju referoj tek kosti sa i përket sasisë së importit të përgjithshëm, ndërsa për kosto tek Kesko dhe eventualisht ketë si përhumbje që i realizojnë këto. Minister Shqipëron Gjema prej Kalco.com. Gjatë deklaratës t'ju këtu në konferencë për media, falet edhe për tenderin për Kosovën A3. A keni informata ku kam bri këtë tender, a ka ofertus, a është duke unë negociu me ndonjë kompani për saj përket këti tenderi, edhe nëse keni mundësi me nga të regu prej cilës datë është planifiku me unë dalë A3 bazu në bilansin e energjisë, edhe nëse dështon tenderi kush e merë përgjithësinë, sepse ZRE-ja ka planifiku që ajo prodhi, a ka planifiku që me u importu që ajo, në fakt, ka planifiku që me u importu energjia që prodhuar për A3-shit, që kjo është pjesa parë. Pjesa e dytë, Ministre, po besoj që e keni pa një pamje që është publiku prej sindikatës së re të Kekut, ku shihet një punëtor duke dalë prej kaldajës A5-shit. Kemi pa një punëtor i cili nuk ka masa të sigurisë, madje nuk ka as mask, a keni kërku që me u marë masa ndaj do kujt, për shkak të aty në pamjeve, edhe nëse e keni informacionin, a është ai punëtor i Korporatës Energjetike të Kosovës, apo i ndonjë kompanie private që është angazhu prej Kekut? Ju faleminderit shumë për pyetjet, sa i përket pyetjes dytë, unë nuk i kam këto informata nëse punëtori, nëse cili do punëtor është punëtori i Kekut apo jo, apo edhe informatat të tjera që kanë të bëjnë me procedurat ose veshjen ose pajisjet e punëtorëve në Kek, për këtë ju inkurajoj që të pyesni Kekun. Unë çfarë mund të them është që jam jashtëzakonisht falenderuese për
krejt punën dhe angazhimin që bëhet në termocentralet e Kekut, që me krejt vjetërsin, problemet teknike që i kanë, ato të mbeten në punë. Nga ana tjetër, si që kam thënë edhe të premten gjatë vizitës time në Kek, duke qenë pafundësisht falenderuese dhe duke çmuar atë që bëhet, njëkohësisht gjithashtu duhet që menaxhmenti të sigurohet që për çdo rënje të bllokut që ka qenë pa planifikuar të sqarohen rrethanat dhe të bëhet e qartë nëse ka mundur të evitohet në ndonjë mënyrë dhe sepse vetëm kështu sigurohemi që ka llogaridhënie të plotë të secilit në këtë proces. Pyetjen e parë, nëse mundesh të më kujto? Për tenderin për operim. Po. Ku janë procedurat, a ka ndonjë ofertues, a është duke negociuar dikush me ta edhe kur planifikohet që me ndal prodhimi në atresh, edhe në rast se dështon tenderi kush ka marrë përgjegjësinë për shkak se zyra regulatorit të energjisë vetë se ka planifikuar që me importu këtë energji e cila prodhohet prej Kosovës atresh. Okay. Po filloj prej kësaj të fundit, sepse është informatë që është në parim. Unë nuk e di sakt se si e ka llogaritur zërreja, si e ka raportuar, planifikuar Keku në atë rast, mirë po dua ta sqaroj për publikun që në rast se importi është më i ulët se çfarë që ka qenë planifikuar, ato nuk humben. Ato reflektohen në tarifat të vitit tjetër. Pra të themi teorikisht, hipotetikisht, nëse të themi që është parapar që atreshi të mos prodhoj për një periudhë dhe të importohet, ta zëm hipotetikisht 10 milion euro, atëherë këto 10 milion euro nëse nuk shpenzohet, në fund kur bëhet prerja, kur llogariten tarifat e reja, zërreja i merr të dhënat reale nga operatorët dhe nëse nuk është bërë një shpenzim i tillë, ato prap i kthehen konsumatorëve në tarifat e vitit të ardhshëm, kështu që kjo nuk është arsye për shqetësim, ndërsa sa i përket procedurave, unë e di që me 4 korrik është afati për mbylljen e fazës së parakualifikimit. Sa i përket numrit të ofertuesve e të tjera, siç e thashë edhe më herët, nga Kek më informuan se kjo bëhet përmes e-prokurimit dhe informatat nuk duhet t'i kenë. Nëse dikush thotë që i ka, ose kjo nuk është e vërtet, ose nëse i ka atëherë është shumë shqetësuese dhe duhet me u hetu prej organeve kompetente se nga i ka marrë këto informata sepse janë të mbyllura aktualisht për publikun. Sa i përket procedurave të radhës, besoj që Keku mund të jap informata më të detajuara. Për mua, çka është me rëndësi, është që procesi të jetë transparent dhe i rregullt. Procesi është shtyrë tashmë 2 herë nëse nuk gaboj, sepse për shkak të kompleksitetit të kësaj pune që do të kryhet, ka pasur pyetje dhe komente vazhdimisht nga kompanitë dhe për këtë arsye është shtyrë në mënyrë që konkurenca të jetë maksimale. Për detaje të mëtejme mund të përgjigjet Keku. Po, Dorentina tha që prej Dugaxhinit ministre folët pak për ankondin e parkut të ndërtimit të parkut solar, përdesha të pyes sepse është kërku nga ana juaj në drejtim të kostit një letër garancion për operatorët privat, meqense e keni pohuar edhe vetë në një emision që keni qenë në ATV, po ashtu është ngritur edhe një dilemë qoftë edhe nga antarët e bordit të kostit, por edhe nga deputetët e Kuvendit të Kosovës se mbi cilën bazë ligjore kërkohet një letër garancion për operatorët privat. Faleminderit. Faleminderit. Unë çështën e garancionit vetë se e sqarova një herë më herët. Garancioni e para, kur po thuhet se është dhënë garancion për operatorin privat, tingëllon shumë shtrembëruese, sepse njerëzit mund ta kenë parasysh që operatori privat ka me ardhmë ndërtu edhe ti e duke i dhënë garancion. Kjo nuk është çfarë ka ndodhur, siç edhe thash më herët. Do të thotë, tek ankondi, investitorët potencial konkurrojnë, kush e ofron çmimin më të ulët, që ka me ashit shtetit energjinë me çmimin më të ulët, fiton, ai e ndërton parkun solar. Ai e merr përsipër me ndërtu parkun solar, ndërsa shteti përmes institucioneve të energjisë, në rastin ton Kost, e merr përsipër që ta blej këtë energji. Në rastin pra kemi obligime të dy palëve. Në këtë rast, investitori ka marrë përsipër me ndërtu parkun solar, edhe për me garantu
për këtë e ka lënë një garancion bankar tek Ministria e Ekonomisë në vlerë 7.5 milion euro, që ka qenë 10% i 75 milionësh që ka qenë i vlerësuar investimi. Nga ana tjetër, siç e thash, keku ka pas, kosti si blerësi kësaj energjie ka pas probleme financiare si rrjedhoje mospagesës së energjisë elektrike në veri, andaj disa prej investitorëve potencial kanë kërku që njëjtë siç kemi kërkuar ne nga ata garancion që do ta ndërtojnë, edhe kosti të ofroj një garancion se është një gjendje që ta paguaj energjinë e prodhuar. Çfarë garantohet me atë garancion, i cili nuk është lëshuar, siç e thash më herët, por nëse lëshohet, çfarë parashihet është që në rast se kosti ka vështirësi financiare dhe vonohet në mënyrë të konsiderueshme me pagesa, shitësi i energjisë që e ka ndërtu parkun solar dhe që e ka dhënë tashmë energjinë, mund ta tërheq atë pjesë të borxhit e cila eventualisht mund t'i mbetet kostit në të ardhmen. Sa i përket çështjes ligjshmërisë procesit dhe transparencës procesit, unë mund të them se nuk ka në Kosovë ndonjëherë, mendoj jo vetëm në energji, definitivisht jo në energji, se gjithë e dim si janë bo, po edhe për autostrada edhe për çdo projekt tjetër, nuk ka pas një transparencë të tillë, dhe nga ana tjetër nuk ka pas edhe një filtr të tillë edhe teknik, edhe ligjor, ku kemi punuar për gati 2 vite në përgatitje dhe në realizim, me përkrahje të parezervë të Qeverisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të USAID-it, që kanë dhënë mbi 1 milion euro për asistencë teknike dhe ligjore për këtë proces. Çdo vendim që është marrë është i dokumentuar dhe transparent për gjatë gjithë procesit. Sa i përket detajeve, unë nuk mund të flas tash mirë, po është mirë që ju si medje, kur vendosni të raportoni për diçka, ti raportoni informatat e plota dhe ti raportoni informatat objektive. Kaq mund të them për këtë. Faleminderit. Faleminderit shumë.